Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani vezë të zjera, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe kolesterolit tuaj. Konsumi vezës është shumë i dobishëm për shëndetin e përgjithshëm, përmban të gjitha lëndët ushqyese thelbësore që kërkohen nga trupi. Për më tepër, vezët janë një burim potencial për të rriturit, për marrjen ditore të proteinave. Ka disa efekte në trup nëse konsumohet një vezë çdo ditë për mëngjes. Ato ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Konsumi i vezëve për mëngjes është i dobishëm në krahasim me bukën e thekur ose drithrat. Yndyrna dhe proteina në vezë ruajnë nivelin e energjisë dhe ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Ato janë një burim i mirë i proteinave. Vezët konsiderohen një burim i mirë i proteinës. Konsumi i vezës në mëngjes siguron të gjitha aminoacidet thelbësore që ne zakonisht marrim nga dietat e përditshme. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës. Vezët gjithashtu përshpejtojnë procesin e humbjes së peshës. Nëse konsumoni vezë për mëngjes, atëherë veza siguron ndjesinë e ngopjes. Kjo do të zvogëlojë rrezikun e të ngroni tepër, prandaj ndihmon edhe në humbjen e peshës. Ato forcojnë sistemin imunitar. Vezët përmbajnë gjithashtu lëndë ushqyese selen që përmirësojnë sistemin imunitar dhe rregullojnë hormonet e tiroides. Për më tepër, konsumi i vezëve në mëngjes parandalon infeksionet dhe ndërton një sistem të fortë imunitar. Ato do të mbrojnë shëndetin e trurit. Vezët janë gjithashtu të dobishme për trurin. Vezët përmbajnë lëndë ushqyese thelbësore të quajtur kolin, të cilat promovojnë shëndetin e trurit dhe për më tepër mungesa e kolinës do të rrisë gjithashtu edhe rrezikun e demencës. Veza është një nga produktet që mbart vlerat jashtëzakonshme ushqyese për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera në vaktet tuaja për të marrë kështu përfitimet e tyre unike dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Me përdorimin e rregullt të vezëve në dietën tuaj do të arrini që të rrisni përfitimet e trupit dhe të mbani larg një sër problemesh. A e keni pyetur veten se cila vezë është më e vyer dhe sa vezësh mirë të konsumoni në ditë? Sipas Bright Side, do të përmbledhim rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton se 2 deri në 3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto janë vezë me omega 3, të cilat konsiderohen sot në botë si super veza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të listoj më të mirat që i vijnë organizmit dhe shëndetit nga konsumi i 2 vezëve në ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është të provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është mineral i mirë rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet fal luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D tek veza ndihmon për të absorbuar kalciumin. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferoj këtë të fundit. Sidoqoftë nëse ato zbulojnë se përmban vitaminën D, është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek veza, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteina e treshme në yndyrë kontribuojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Do ta keni më të lehtë të bini në peshë. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse konsumoni një ushqim me pak kalori dhe vezë në mëngjes, humbisni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë më të gjatë duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve që konsumoni brenda një dite. Procesi i plakjes do të ngadalësohet. Kjo është e dukshme nga ulëntimet e kryera nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt, rrullat rreth syve të tyre u zbutën dukshëm dhe patën përmirësime të dukshme në mbrojtjen e shëndetit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm.
Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet e zjerë? Në këtë video do ju njohim me përfitime shëndetësore të vezëve të zjera dhe ndikimin e tyre në organizëm. Vezët përmbajnë 280 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt në gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqe arrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon në humbjen e peshës. Ato janë të pasura me yndyra të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të mira gjithashtu edhe të pasur me proteinë. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Edhe shëndeti i syve do të përmirësohet. Një nga vitaminat më të rëndësishme të vezëve është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Do të keni kocka të forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund të kombinohen në forma të ndryshme për organizmin. Gjithashtu ato do të ofrojnë element ushqyes mbreslënës për trupin në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, vezët janë një ushqim shumë i mirë i cili do të ndihmojë trupin të tresë në mënyrë natyrale të gjitha lëndët ushqyese. Vezët e zjera janë të mbushura me ushqyes vital, një nga proteinat për ndërtimin e muskujve deri te vitamina B. Ekziston gjithashtu edhe një dietë popullore që përmban vetëm vezë të zjera, megjithatë, nuk rekomandohet për të gjithë. Gjithashtu, vezët e zjera përmbajnë vlera të larta ushqyese. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është një komponent i rëndësishëm kur merret vetëm nga veza e zjerë, për shkak se prania e yndyrës ju ndihmon të thithni më mirë të gjitha vitaminat e mrekullueshme të ushqimeve që gjenden te veza. Ato janë të pasura edhe me vitaminën D. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit të përditshëm të vitaminës D, e cila është veçanërisht e rëndësishme për të marrë gjatë dimrit. Vitamina D është një faktor i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndikuar në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave tona. Ato zvogëlojnë rrezikun e disa sëmundjeve kronike, të tilla si radikalet e lira dhe diabetin e tipit 2. Vezët janë të pasura me proteina cilësore. Një vezë e zjerë përmban rreth 6 gram proteinë, duke u bërë një vakt i përkryer produktiv për zyrë edhe për stërvitje. Edhe pse një vezë përmban rreth 80 kalori, vezët rrisin ndjesinë e ngopjes dhe ju ndihmojnë të humbisni peshë për shkak të përmbajtjes së proteinave dhe profilit të ushqyesshëm që ato kanë. Veza është një burim i shkëlqyer i proteinës. Ato janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, jod, folat dhe vitaminën D. Të vegjëlit duhet të konsumojnë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë. Ato janë të pasur me hekur, folat, proteina, acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe paksojnë edhe kërkesat e tyre ditore për proteina. Një rritur tipik mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Kështu vezët mund të jenë një zgjidhje përkatëse me vlera të larta ushqyese për trupin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.